Lëvizja vetëvendosje dhe kandidati për kryetar Artan Abrashi, e ku ishte dhe ministrja në detyrë Artane Rizvanolli, bartësja e listës Dafina Lishani si dhe deputet e antar të kryesisë së kësaj partie bashkë me kandidat për kuvendar nga Prizreni në Kino Evropa. Mbrëm kanë prezantuar programin Prizreni 365, i cili është zëtim i kandidatit Abrashi se çdo ditë e vitit të jetë në shërbim të qytetarëve. Portali këtë program nuk mundet me e bo pa e pas listën më të mirë të qytetit, e që është lista prej 2 deri numrin 45. Tani jemi tek pjesa konsideroj dhe rëndësishme e fushatës, siç është edhe prezantimi i zgjidhjeve tona për problemet që i ka komuna jonë. Prizreni 365 është zotimi jemi që çdo ditë të vitit do të jetë në shërbim të qytetarëve. Pa dallim moshe, pa dallim gjinie, e lagje apo fshati. Kjo komunë është shtëpia jonë e përbashkët. Ajo ka një trashëgimi që na bën neve krenar. Energji rinore që na frymëzon dhe mundësi të pafundme për zhvillim. Por mbi të gjitha, Prizreni ka njerëz që duan të jetojnë më mirë dhe që meritojnë më shumë. Ky program të dashur qytetar është fryt i bisedave me ju, i dëgjimit të shqetësimeve dhe ëndrave tuaja. Zotohem që çdo ditë do të punoj për të rinjët që duan të ndërtojnë të ardhmen në qytetin e tyre, për prindërit që kërkojnë siguri dhe shpresë për fëmijët e tyre, dhe për të moshuarit që meritojnë dinjitet dhe kujdes. Me këtë program, ne do ta bëjmë Prizrenin një qytet të gjallë, një qytet modern dhe të drejtë. Një qytet ku zhvillimi ekonomik hap vende pune, ku trashëgimia kulturore bëhet motor i turizmit, ku rinia dhe sporti lulëzojnë dhe askush nuk mbetet pas. Ky është vizioni im. Kjo është rruga që unë ju propozoj dhe mbi të gjitha, kjo është garancia ime që Prizreni nuk do të humbas asnjë mundësi për zhvillim dhe dinjitet. Me respekt dhe shumë përkushtim, unë ju falenderoj edhe një herë që jeni bërë pjesë e këtij rrugtimi e që na mbështetni vazhdimisht. Ky program është fryt i bisedave me qytetarë dhe ka përgjigje për të rinjët, prindërit, të moshuarit, qytetin dhe fshatrat. Me këtë vizion, Prizreni do të jetë qytet i zhvillimit, i mundësive dhe i dinjitetit në vend ku askush nuk mbetet pas 365 ditë në vit, bashk për Prizrenin. Gjerimi i shërbimeve tek qendra e shëndetit të gruas dhe fëmijës për kujdes parsor dhe preventiv të specializuar. E shohim të arsyeshëm zgjatjen e orarit në disa qendra të mjekësisë familjare, në qendrën e mjekësisë familjare të vjetër, të re, tash që po ndërtohet dhe QMFN, për shkak se këto kanë më shumë kapacitete për të përgjigjur nevojave të qytetarëve edhe pas orarit të rregullt. Natyrisht do të përpilojmë rregulloren për banatore që të punojnë çdo ditë. Një edukim shëndetësor në shkolla është shumë i nevojshëm, gjatë takimeve me qytetarë kemi pa këto. Dhe hapja qendrave psikoterapike komunale si dhe shërbime pa kost të shtesë për këshillim dhe parandalimin e varësive duke ndërtuar një qendër të trajtimit afatgjat është një fenomen shoqëror që me të vërtetë është bërë breng kur asnjëherë nuk është trajtuar nga institucioni i komunës dhe sigurisht çështjet e varësive do të gëzojmë vëmendjen tonë si komunë. Pastaj shërbime mobile të psikologëve dhe logopedëve në lagja dhe fshatra. Ky shërbim është tashmë i domosdoshëm në komunën tonë. Fëmijët tanë, po ashtu të gjithë qytetarët pa dallim moshe vazhdojnë të vuajnë nga mungesa e një shërbimi të tillë e që si komunë do të ndërtojmë kapacitetet e para që kemi psikolog dhe logoped për fëmijët të cilët kanë nevojë për një trajtim të tillë. Natyrisht krijimi i qendrës komunale për autizëm, zhvillim të hershëm dhe fëmijë me aftësi të kufizuar. Komuna Prizreni do të jetë ndër komunat e para që do ta ketë këtë shërbim publik. Është domosdoshmëri e kohës, është nevojë e kohës që fëmijët tanë të kenë një institucion me kosto të përballueshme ku do t'i trajtojnë prindërit e tyre shqetësime që kanë të bëjnë me natyrën e autizmit dhe çështjeve që kanë bëjnë në zhvillimin pengesat në zhvillimin e hershëm. Kurse dhe kryesuesja listës Dafina Lishani me këtë rast ka folur për pikat programore dhe lidhur me këtë projekt që lëvizja vetëvendosje sipas saj do të jenë tërësisht në shërbim të prizrenasve.